Flasim sërish për konfliktin në lindjen e mesme, vrasjen e liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei, çfarë ndodh tani, kush do ta marrë pushtetin, si do jenë raportet me Izraelin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe mbi gjitha pikpyetja e madhe, vrasja e Ali Khamenei ta shënon edhe fundin e regjimit apo jo? Por edhe mbi gjitha raportet me botën islame tani në lindjen e mesme. Për gjitha këto çështje do të flasim me zotin Fatmir Gashi nga Zvicra. Kam kënaqësinë dhe nderin ta kem të ftuar. Zoti Gashi, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje zoti Balla. Përshëndetje edhe për shikuesit e zhvillimeve politike, indikni keni studiuar, studiuesi lindjes së mesme dhe lëvizjeve atje. Të falenderoj shumë për kohën që gjetët për të folur për këtë çështje tani. Në fakt, unë jam ma shumë një hulumtues se sa studiues i tyre, që të jemi sinqert, sepse është një temë me cilën mirë mbi 20 vjet, por sidoqoftë jam njeh si disa çështje mbi faktet dhe dokumentet që ekzistojnë. Tani, ky është një fenomen i ri ku duhet dhe një vizion për të ardhmen, dhe kjo është gjithmonë një lojë e rrezikshme në kuptimin e parashikimit, sepse njeriu gjithmonë mund të dështojë, sidoqë tjetër ne do të provojmë që të përshtatemi me rrethonat aktuale dhe ato historike të kaluara. Dihet asnjëherë nuk kanë fund. Po më që ndodhet të nisëm me parashikimin e prisnit këtë sulm tani, sepse Trumpi kishte dhënë disa herë mundësia Ayatollahut, e kishte paralajmëruar, e dim ku je, ku shihesh, e të tjera, negociata që duket sikur diçka mund ndryshonte nga fundi, pastaj ajo përmbys gjithçka. Prisni që të arrinte deri këtu në këtë moment. Po, natyrisht se kjo është pritur, sepse ne e pam luftën vitin e kaluar që ndodhen mes Izraelit, Hamasit dhe duke përfshirë edhe Irani. Pra, e kem vërejtur fare mirë se nuk ishte një përgatitje e duhur, por ishte një domosdo për ta stopuar Iranin. Unë kam folë atëherë dhe një emision të juajin dhe e dini fare mirë se thoja atëherë se në qoftë se Amerikanët nuk do t'i ndihmonin Izraelit, ishte një problem shumë i madh për Izraelin dhe ata e bën një sulm të shkurtër dhe në realitet të gjitha palët ishin të lodhur. Izraelin luftë Amerikën. Edhe këtë radhë. Jo, nuk e besoj që është krejt thjesht ashtu, sepse janë dy interesa madhore të dyve. E para është që Izraeli po e bën luftën për ekzistencën e tij, ndërsa Amerika është duke bërë një luftë duke përkrahur ekzistencën e Izraelit dhe realisht që mos jetë në gjendje një shtet si Irani të prodhojë armën atomike dhe ky është presioni më i madh ndaj amerikanëve. Dhe kjo është arsyeja kryesore e këtij sulmi, mendoj që bile janë vonuar pak. Tani negociatat kanë qenë një lojë politike dhe një lloj diplomacie më shumë e Iranit. Kur thoni që u vonua pak, e keni fjalën që sulmi duhet ishte bërë më parë dhe Ali Khamenei duhet ishte vrarë më përpara. Unë nuk e mendoj tani që vetëm Khamenei është një zgjidhje, natyrisht ai është udhëheqësi shpirtëror dhe ka qenë dhe udhëheqësi i Gardës Revolucionare dhe kjo është një humbje e madhe për Iranin dhe sigurisht do të shkaktoj huti dhe pas aty në ngjarjeve demonstratave dhe shumë humbje të jetrave të njerëzve, sigurisht që potenciali brenda Iranit është shumë më i madh për të ndryshuar këtë çështje në brendësi, por që në themelin e kësaj çështje problemi pra është më i madh, është shumë më delikat dhe është sigurisht problemi i çështjes së armatimit dhe i apetiteve të Iranit, po jo vetëm të Iranit, në raport me Izraelin dhe në raport me ndërtimin e bombës atomike, pastaj dhe sulmeve që do të vinin në anën tjetër. Për ta shpjeguar atë që po ndodh tani, ndoshta duhet të kthehemi edhe në histori. Si ta shpjegojmë historikisht pra aktorët në lindjen e mesme, zhvillimet që erdhën deri këtu? Sepse nuk është se erdhëm sot aty. Jo, ndoshta më dha pak borx në atë pyetje derisa, por sidoqërisht do dalim ne prapë atje. Po në aspektin historik ka disa momente, por momenti më i rëndësishëm, domethënë momenti i parë ka qenë shumë herët, çështja e ngritjes së Islamit nga pikpamja e Shariatit në vitin 24, por pika vendimtare është viti 1953, këtë duhet ta dim dhe është pikërisht një shit, një iranian, i cili Navavi Safavi, i cili ka marrë pjesë në këtë kongres dhe në atë kongres është marrë
nga gjitha anët e shteteve arabe të islamit ekstrem politik ose të islamit politik me pjesë ekstreme pastaj, është vendosur që Izraeli nuk duhet të ekzistojë si shtet. Pra ky nuk ka qenë qëndrim i të gjitha shteteve arabe, por qëndrim i islamit politik, i cili përbën një logjistikë të jashtëzakonshme edhe shkencore, edhe fetare, fillimisht atëherë në shtetet arabe, po tani që është i shtrirë edhe në të gjitha trojet. Mendimin e vllazërisë muslimane, pikërisht pra, është bërë revolucioni në vitin 1907. Dhe është bërë kyçja e shehitëve si një vlerë universale e islamit me të gjithë sunitët. Këtë mund ta dëshmoj me një fakt shumë të thjeshtë. Pra, të gjitha organizatat ekstreme, siç është Hamasi, pastaj Al-Qaida, pastaj ISIS-i, Al-Nusra, e tjera, shumë tjera, janë financuar fuqishëm nga Irani. Dhe janë mbështetur nga pikërisht pra, dhe janë mbështetur fuqishëm nga Irani. Dhe të gjitha këto organizata janë sunite. Pra një shtet shet pra ka mbështetur organizata ekstreme sunite për një qëllim të përbashkët, qëllimi i vendosjes së shariatit në region, sipas një urdhri të krijohet një kalifat i ri dhe pastaj shtrirja e këtij edhe më larg sikur që është Evropa, dhe këtu ka një dimension tjetër në Evropë pastaj, që patjetër në të ardhmen duhet përfshihet në kuadrin në kuadrin e zbulimit dhe në kuadrin si thonë e zbehjes së islamit politik. Pra ky është në aspektin historik kaq mund të themi. Pastaj me këto apetite Irani sigurisht që është zhvilluar në aspektin shkencor, në aspektin ushtarak dhe dikur e ka një veten shumë të fuqishëm dhe pastaj pra ka filluar që të merr një përgjegjësi të jashtëzakonshme, sidomos edhe në luftë kundër Izraelit, po ai tani ka kërcënuar edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fatkeqësisht mendoj se ngutja e tij në disa çështje ose rënja në kurth ishte pak para kohë, për ndryshe Irani kishte një potencial të jashtëzakonshëm ushtarak dhe shkencor, por tani duket që amerikanët dhe izraelitët e kanë çështjen nën kontroll sa i përket amortizimit të fuqisë së ndërtimit të bombës atomike. Tani se si do të zgjidhet problemi i çështjes në të ardhmen e Iranit, kjo është një çështje krejtësisht tjetër. Ju bën që nuk ka tentativa për të hyrë pra ushtarakisht në mënyrë toksore, por vetëm nga ajri, së pari dhe së dyti, gjykimin tuaj si do mbyllet konflikti? Do jetë prapë me faza apo do ketë një fund shpejt? Tani është vështirë të prognozosh se si do të mbyllet konflikti, është tani një luftë këmbësore, tani për tani vetëm me izraelitëve dhe amerikanëve brenda Iranit do të ishte fatale, absolutisht nuk mund fitohet. Nuk mund fitohet. Nuk mund, nga mendimi sa i përket mendimit tim, nuk mund të fitohet, se tani kemi dy palë në Iran, njëra palë është pala e cila është revoltuar, se ka qenë revoltuar ndaj regjimit dhe cila ka një gëzim, ka një eufori për momentin, dhe kemi palën tjetër e mlefosur jashtëzakonisht për shkak të vrasjes së liderit shpirtëror dhe liderit edhe hierarkik ta quajë të ushtrisë, dhe do të thonë është një potencial i madh, prandaj që të çlirohet Irani në aspektin toksor me ushtri është për mua për momentin është e pamundur. Por nëse në aspektin e logjistikës është punuar në thuja një pjesë të madhe të Iranit ku janë ma liberale dhe në popull të përzirë, të cilët jo gjithsesi janë adhurues të regjimit, nëse është punuar fuqishëm me një logjistik të fortë, tani ndëgjova në mjetet të informimit se dhe Palavi, djali i shehut, pra ishte i gatshëm që të kthehet në dheun e tij ose në ekzil, nuk e di saktë nëse është i gatshëm të kthehet, por gjithsesi të udhëhesh një qeveri të përkohshme, nëse ekziston një disponim i njerëzve mbrana vendit. Tani disponimi mund të jetë, por aspekti organizativ është jashtëzakonisht i rrezikshëm nëse nuk e thën ushtria amerikane nga lart, por nga ajri nuk e thën gardën revolucionare.
nëse do t'ishte mundur kjo që të bëhet thyrja logjistike dhe aftësia ushtarake, ta thënë mosën që ka pas garda revolucionare, një organizim i mbrëmshëm mbrana Iranit me palavin, por gjithsesi me një logjistik të fortë nga shtetet e Amerikës, do t'ishte i mundshëm dhe ndoshta do të kishim një luftë të shkurtër dhe 12 ditëshe. Në çdo rast tjetër, pra ne do të kemi një luftë të gjatë dhe si të them, do të parandalohet vetëm do të parandalohen vetëm armët nukleare, por gjithsesi rregullimi është një problem në veti. Ne shpresojmë që të gjitha organizatat opozitare që janë të shumta, mandej një pjesë ekziston edhe mbrana Shqipërisë, mendoj se e dini këtë çështje, pra përpara se të vinë tek Shqipëria dhe diçka do atë roli po i shtetit, por edhe si prekemi, të lutem më thuaj edhe diçka për vendet e tjera aty, për hakimin e tyre pas sulmit të Iranit, por edhe përgjigjja si do jetë, si ndikon kjo Turqia mbi gjitha që deri tani kemi parë si të heshtur, ndoshta ka friksen me këtë trazira në Iran, kur do të mund krijojnë shtetin e tyre që mund të prekë ata nesër. Turqia e sotme nuk është krejt pa faj në krejt këto çështje, që t'jem shumë i sinqert, e kupton. Unë thash se me logjistikën e vllazërisë muslimane është ngritur Irani në këtë piedestal. Vllazëria muslimane edhe njerë po thonë duket e çuditshme, po është palca kurrizore e cila organizon të shtet që futet mes shteteve dhe organizata të ndryshme duke përfshirë edhe Evropën, mandej edhe shqiptarët që eksperimenton edhe me ta, për vendosjen e sheriatit në glob. Mandej në glob, tani asgjata e 200-300 vjet është një çështje krejtësisht tjetër. Dhe në përpjekjet e tyre deri në vitin 2015-2016 ka pas një ndarje bukur të qartë, për shembull mes organizatave humanitare dhe financuese të Turqisë dhe të vllazërisë muslimane në tjetër anë. Mirë po duket se diku në Ankara ka pas një tubim të gjithë botëror, të gjithë organizatave humanitare me logjistikën e tyre dhe është bërë një harmonizim i fuqishëm i gjitha këtyre organizatave dhe veprimit të tyre në disa fusha, por kjo është temë tjetër, do të mirëmi ndonjëherë tjetër. Dhe shtetet arabe, tani po them, edhe pse ka lind vllazëria muslimane te shtetet arabe, te Egjipti e tjerë, ata kanë një problem mbrana vetit me këtë organizatë. Pra, kjo është problemi, kuptoni, kanë problem me këtë organizatë. Në qoftë se përfundon lufta e Iranit, pra amerikanët duhet mirën me shtetet arabe që të bëhet pastrimi kësaj organizateve dhe pas disa viteve është krejt çështje tjetër pastrimi në Evropë kësaj organizate. Pra që Amerika të pastrojë vllazërinë muslimane. Nuk mundet Amerika ta pastroj, por duhet t'i ndihmoj dhe duhet ketë marrëdhënie shtetërore me shtetet arabe, sepse tani këto që të them që po i bojnë një problem vllazëria muslimane përmes disa formave të organizimit, organizatave humanitare për krijesë grupeve ekstreme, përfaqësimit të partive moraliste politike në Evropë e kudo që të jetë, pra po shkakton probleme të mëdha edhe në fushën e demokracisë. Dhe kjo gjë duhet ndërpritet me marrëveshje shtetërore me shtetet arabe në radhë, por pastaj Evropa duhet mirret me një problem. Sipas institutit të George Washingtonit, i cili është marrë me çështjet e ekstremit fetar në Evropë, pra udhëheqësi i saj, sidomos doktor Lorenzo Vidino, ne tani kemi më shumë pjesëtar të vllazërisë muslimane në Evropë se sa që kemi në shtetet arabe. Dhe ky nuk është një problem i vogël, por ky problem mund të pritet për këtë problem, mund zgjidhet më vonë. Por fjala ishte te shtetet e tjera arabe, sigurisht që ekziston një konflikt mes sunitëve dhe mes shiitëve, jo vetëm në aspektin ideologjik që është shumë minimal, por në aspektin politik më shumë. Pra, tani duket se shtetet arabe qëndrojnë në anën e amerikanëve, sepse ka pas shumë diskutime këto muaj përpara, ka pas me të gjitha këto shtete, por është pak e habitshme pra kjo që thash unë. Pra si ka mundësi që ky konflikt ekziston me sunitëve dhe shiitëve, ndërsa Irani një shtet i plot shiit, pra përkrah të gjitha organizatat ekstreme sunite. Me këtë dëshiroj të tregoj se problemi është shumë më kompleks se sa që duket në shikim të parë, dhe kjo do një vërejtim
shkencor, do një vrojtim ushtarak, do një vrojtim diplomatik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të gjitha shtetet arabe, dhe unë mendoj që në qoftë se vendoset një sistem demokratik në të ardhshme në Iran, eventualisht atëherë është një hap drejt paqes. Është një hap drejt paqes në lindjen e mesme, sepse e para që disa nga shtetet arabe pra janë të gatshme me pranu ekzistencën edhe shtetin e Izraelit, mandej disa veçtuja se kanë pranu, dhe e dyta do të krijohet një kulturë shtetërore ku marrëveshjet do të respektoheshin. Por derisa ka organizata ekstreme, ato kur dhe asnjëherë çfarë do marrëveshje që të nënshkruhet nuk e respektojnë. Të paraqiten me një formë tjetër. Mos mirëmi tani shumë me atë. Në konflikt ju thoni që fajtori 100% në këtë rast është Irani përballë Izraelit. Fajtori kryesor është domethënë ekstremi fetar me logjistikën e tij të vllazërisë muslimane dhe disa nga fanatikët fetar që udhëheqin shkolla juridike dhe shkolla misionare, të cilët në asnjë mënyrë nuk e kanë pranuar dhe nuk lejojnë të pranohet shteti i Izraelit atje, dhe të cilat mandej i shkaktojnë probleme edhe vetë shteteve arabe. Tani mos themi historikisht se pikërisht nga këto organizata janë vrarë kryetar shtetësh dhe liderë të fuqishëm të cilët kanë kundërshtuar. Dhe ky është një problem i cili mund të pret, por është një problem që në të ardhmen duhet të zgjidhet nëse dëshirojmë një paqe të përhershme në region dhe nëse dëshirojmë një lloj bashkëjetese në mes kontinenteve dhe kulturave. Pra nuk shkon që një kulturë mos ta pranojë një kulturë tjetër, ose që thotë se për shkaqe ideologjike të thirrë në zhdukjen e kulturës tjetër. Kjo është e papranueshme. Do ta mbyllim me rolin e botës tonë shqiptare. Por edhe si prekim në gjithë këtë. Bota jonë shqiptare, sigurisht pozicionimi i shteteve shqiptare është mirë dhe është në rregull. Dhe unë mendoj që kështu do duhet veproni. Ne nuk kemi si shqiptar zgjidhje tjetër. Është mirë se kemi marrë automatikisht pas Amerikës çdo gjë që bën ajo dhe Izraelit, apo kështu duhet të jetë? Tani se si duhet të jetë, po të kishe fuqinë politike, ekonomike e tjera dhe njerëzore është diçka tjetër. Por në pozicionin që jemi ne, që kemi dalur nga një histori 500 vjeçare të leckosur, dhe mezi që e bëm një shtet si Kosova për shembull, mendimet e këtyre aleatëve e tjera, pra sigurisht që ne duhet jemi një qenxh i urtë, sepse pastaj nuk do të ekzistojmë ndoshta. Dhe tani ky folklori i jashtëzakonshëm edhe ideologjik i shqiptarëve, i grupeve, i mahallëve, i feve e tjera është jashtëzakonisht i dëmshëm, dhe politika për fat keq po e ushqen, për pozicioni i saj diplomatik në përkrahjen e Amerikës, natyrisht është natyrisht duke mos përkrahur, domethënë humbjen e viktimave dhe njerëzve të pafajshëm, se asnjë luftë nuk është e mirë, por pozicioni diplomatik dhe politik mendoj se është i duri dhe se nuk kem rrugë tjetër, dhe po donim. Sa përket shqiptarëve, po e them me diçka, thash se mund të argumentoj, por shqiptarët janë bërë jo vetëm fokus i ndërtimit të shtetit të tyre nga politikat perëndimore dhe përcjellja e zhvillimit të demokracisë në vendet tona në një renion, por shqiptarët, një pjesë e tyre, ose më mirë me thonë ideologjit, janë bërë eksperiment dhe fenomen i një shteti tamam të ri, 20 vjeçare, një popullatë e cila ka vujtur deri dje dhe që mirret me çështje të mëdha misionore globale. Pra, unë besoj se ky eksperimenti i vllazërisë muslimane në Evropë i ka përfshirë ky sindrom dhe shqiptarët në Evropë dhe në Kosovë, dhe kjo pastaj herdo kur do të na kushtoj bukur shumë, dhe këtu do të kisha thirrur sidomos shtetin e Kosovës për nga unë vi, që të shikoj pak më shumë dhe që mos ketë një popullatë e cila 50% është në shpërputhje me politika diplomatike të saj. Sepse atëherë bëhemi një popull paradoksal dhe bëhemi një popull ku cënojmë vetë ekzistencën tonë. Është një mendim ndoshta pak ansor i imi, sepse po si afrom dokumentacionin dhe argumentet nuk mund të flasim ma thellë, por mendoj që ka mjaft argumente dhe ka mjaft fakte që flasin për këtë që po them.
Po me ndonjë mision tjetër kur ti të kesh mundësi. Do t'i kaq, unë falenderoj shumë dhe sigurisht që me të kaluar këtë dallë që se dim si to përfundoj, do kthehemi për të folur edhe për hallet e problemet tona të përditshme pa u agravuar ato, sikur thatë ju, pra për t'i dalë përpara këtyre problemeve. Po nëse më lejon vetëm një fjali në fund, pra. Si thash, absolutisht lufta nuk është, unë nuk jam fare adhurues i luftrave, dhe luftat shkaktojnë vuajtje të fuqishme dhe vuajtje të mëdha, u shkaktojnë vuajtje të mëdha njerëzve të pafajshëm. Por tani kur vjen në pyetje mbrojtja e ekzistencës tënde dhe mbrojtja e vlerave më sublime që ka një popull dhe një sistem demokratik siç është vota perëndimore, edhe lufta është një mjet demokratik, jo i pëlqyeshëm, por ndoshta i patjetërsueshëm në raste të caktuara. Duke uruar që të mbyllet sa më shpejt e pa viktima të tjera. Falenderoj shumë për bisedën, zoti Kaq. Gjithashtu, falenderimin nga